Banorët e fshatit Mirosal të Ferizajt vazhdojnë të ankohen se tymi fabrikës për përpunimin e gomave po adëmton shëndetin ditë e më shumë. Ilaz Shala nga ky fshat thot se nënës së tij i është përkeqësuar gjendja shëndetësore nga tymi që liron kjo fabrikë. Ai thekson se me të dalë në obor, ajo është alivanosur nga kundërmimi i gomave. Kemi një problem me qëtë fabrikën e gomave, që shumë i konë të najtë, nona i ka rotë fikt, edhe ka vjelje, ka erë të keqe këtu. Djallin edhe grune këmë lërgu për shpijes, ju bëj apel institucioneve, policijës që të ndërmarin dishka, jo, na mo këto s'mujnë me jetu. Muni me provu dhe vetë, qëfar arome, qëfar ere, qëfar zhurme, une nuk e di ku jem të jetu. Unë kafsh nuk jem, unë jem njeri. Mune edhe vetë, që vetë pe këshyoni, pe konstatoni që këtu s'ka jetë. Në komunë kemi qenë të nën kryetari 2 herë s'na ka pranu. S'pare herë s'na ka pranu, s'dyti e janë e ora 1, kemi qenë të kryetari komunës, edhe i ka thonë kompetenca jam jasht, kjo shkoni të inspektorat, na mo se kem dërmend me shku, asë në komunë, asë në ministri, veç më të rikë s'kem shka bëjmë, me shtetë së nështyështi. Edhe Shefqet Shala thot se jeta në këtë fshat është duke u pamundsuar pikërisht nga kjo fabrikë, e cila ndodhet shumë pak metra larg shtëpisë së tij. Nuk di, as natë as ditë s'po mujna valla qështu, me telashe, me probleme, me gale, po dohet mole me mojtë dritarët më shelë, nuk mujna me qelë kur, me ajrës shpijat, qysh dohet. Se të kish muna unë herë, po kjo natë dit, 24 orë pa ndërprej. Nuk di, vëllaj, nuk di. A do del dikush ndihmë. Shka me ba, pëlqojna po ik me keq. Qa me? Na qëtën shkijet, qëta shqiptarët. Shka me, një zhjidhe do të me ba, vëllaj. Edhe unë 80 vjetë na unë në mshele kam, vëllaj, bila 4 luna, i tha, mos del për jashtë, rremërena. Thminjen qashto, ty be me kërë i qujna thminjen shkull, e me kërë shkujna i morë min shpi. Të veç mes më rreziku. Nuhi Baftiu pulmolog në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj, tha se nga djegjet liron substanca të ndryshme, të cilat mund të krijojnë sëmundje të ndryshme tek njeriu. Regioni jonë një ashtu është i prekur edhe prej edhe shumë sëmundjeve, mu si pasojë e këtyre ndotjeve që po na përcjellin vazhdimisht. Unë mendoj që duhet jemi ma serios në atë aspektin përpjekja gjithë mbashkë me shoqërisë duhet drejtohet ka ajo që të mbrohet ambienti dhe të respektohen standardet normative që janë para për shembull, se gjatë djegjeve ato mallësitë e grincave janë ndryshme. Një numër i tyre gjatë djegjeve mund të arrijnë sasi shumë të vogla që letë mund të depërtojnë edhe në organizëm, e mandej ballafaqohemi më shpesh për shembull me patologjitë, me problemet e mushimit, me ndezje, me edhe ato sëmundje që janë edhe më të pakëndshme, edhe të pashërueshme, kanceri siç është fjala. Ka disa vite që banorët e fshatit Mirosal kanë ngritur shqetësim për fabrikën e përpunimit të gomave që operon në këtë fshat. Së fundmi, ata kanë organizuar një peticion për t'ia dërguar Komisionit Parlamentar për mbrojtjen e ambientit në mënyrë që të gjendet një zgjidhje për këtë çështje.